Shqipëria ka luajtur ndeshjen kundër Serbisë në Air Albania dhe e ka mbyllur në barazimin 0-0 në rrjetat e paprekura, një rezultat që i shkon më shumë në favor Serbisë, duke ditur ndeshjen e kthimit dhe faktin që kjo kombëtare ka edhe dy mundësi për të luajtur kundër Anglisë, ndërsa Shqipëria e ka djegur një prej këtyre mundësive me Anglinë. Gjithashtu, Serbia ka mundësinë për të bërë dëmin kundër Anglisë, për të grumbulluar ndonjë pikë më shumë se sa Shqipëria, për të na e kthyer në detyrim më pas fitore në Beograd, që duket një mision i pamundur. Asnjë incident nuk ndodhi në tokën shqiptare, ndërsa gjithë organizimi i la përshtypje edhe trajnerit të Serbisë, që tha fjalët më të mira për këtë drejtim dhe vlerësoi tifozët e Shqipërisë. Madje vlerësimi ishte aq i madh sa në mediat serbe ka pasur kryqëzim për trajnerin Stojković, pasi sipas tyre, mbrojtja ata njerëz që kënduan për Kosovën, që kënduan për Adem Jasharin dhe për UÇK-n në çdo moment të ndeshjes. Si mundet i mburrësh këta njerëz? Ishte komendi i bërë nga ana e mediave të Serbisë, Informer dhe Kurir. A do të jetë e njëjta sjellje edhe në Serbi për ndeshjen e kthimit? Është e vështirë të thuhet. Nuk pritet të jetë e njëjta sjellje. Nëse në Shqipëri ka erë qytetërimi, në Serbi sjellja është erpasere, kafshërore. Kjo tregua qartë në Beograd në ndeshjen e parë, por edhe në rrjetet sociale. Një prej faqeve të mëdha të Serbisë ka shkuar larg me fantazinë dhe me mendjen e sëmurë. Ata kanë kapur një moment nga ndeshja Shqipëri-Serbi, ku portieri ynë Tomas Rakosha, gjatë një goditje dënimi, kërkon 3 lojtarë të Shqipërisë në murin mbrojtës, ndërsa faqja serbe e ka nxjerrë Tomas Rakoshën me 3 gishta, duke nënkuptuar luftrat e tyre të bëra më parë, sikur Rakosha të ishte në këtë domethënie dhe jo për murin mbrojtës. Mendja e sëmurë e serbëve ka shkuar akoma më larg, duke gjetur një tjetër moment nga një ndeshje e Shqipërisë, ku Rakosha i lutej Zotit në mënyrën e fenë e tij për ta lidhur edhe këtë pjesë me besimin e tyre dhe për ta bërë si pjesë e Serbisë. E vetmja gjë e sigurt duket se atmosfera në Serbi për ndeshjen e kthimit do të jetë shumë më ndryshe se sa atmosfera e ardhur në Tiranë.